Mësë fol ti mu ma adzo. Ti mu ma adzo mësë fol. Mos të fol ti mu ma adzo. Ole zonit. Me mu ole zonit. Mbyllë e tesën me ty se më të fol. Qaq. Fol. Ti shak, ti ofendon atë si le Edhe të bullizoj. Është nxjerrur situata brenda shtëpisë, edhe pse jemi vetëm në 10 ditëshin e parë të Big Brother Kosova VIP 4, me sa duket situata dhe tensionit me disbanorëve, kjo me futjen e Labinot Rexhës si konkurrent në ato lorë si banor në vetëm pak ditë ka prodhuar këtë situatë, këtë nxehje të Sasës që nuk e di nëse e ka nga sikleti që po ikën loja për të bërë çift me kushtrimin, pasi në një bisedë 2 ditë më parë në mbrëmje ku ishin në shtrat, Sasa dhe kushtrimi e pranua që mund të kenë një lloj feeling, por kushtrimi tha, ai ta kryejm, tha sa për lojë, sa për qenë në qendër të vëmendjes prap. Në ato shtëpi që po rrotullohen të gjithë për të le të themi të krijuar lidhje, për të qenë një çift edhe për t'u treguar tek publiku në këtë versioni dhe për të prodhuar një lloj dinamike, Sasën po e shikojmë të agravuar në raport me diskutimet që ka pasur sa me Labin, por edhe me Albën, por mos është shumti me Labin ku e ka provokuar për buzët që i ka thënë ke me silikon, a ke dëshirë për të martuar me burra, Labin nga ana tjetër nga ngacmuar duke thënë që ti ke kërkuar vota, ke marrë vota nga populli, pasi Sasa ka qenë kandidate për të qenë pjesë e komunës si këshilltare, si ambientaliste, por sigurisht të gjitha këto tensionet kanë prodhuar dhe këtë situatën e Sasës që është drejtuar Labit që të gjuaj me shishe në kokë. Do të shikojmë nëse do të agravojë në ditën në vijim kjo situatë midis ky lloj tensioni që është krijuar me Labin që provokon, që thumbon, që është aty në sulm gati ndaj banorëve, por nuk më pëlqen një lloj bullizimi që Sasa e kishte me pamjen e tij se nuk duhet të merremi me këto vogëlsira, ai ka bërë apo jo buzët, edhe ajo tjetra që mund të martohesh me burra, dhe pse ishte vetë Labi ai që provokoi, duke thënë që më parë martohej me burra se sa martohej me shkurten, ku nga ana tjetër e kam thënë që për mua ata të dy kanë një lojë, por do të mbetem pak më gjatë, do të komentoj një lloj fenomeni të ri që po ndodh në këtë Big Brother. Zakonisht jemi mësuar që parajgjykohen djemt që kanë një stil ndryshe, që janë më cute, që janë më të lëvizur edhe që kanë një tjetër vibe, por në këtë Big Brother ajo që unë po e kërkoja tek hyrja e Iqbalit si një lloj thyrje të tabus, po ndodh tek dy djemt që po romantizohen nga publiku. Pra ka një lloj romantizimi që midis Londrimit dhe Klodit që po pëlqet tej mase në rrjetet sociale, me mira edhe me qindra komente, video, share kudo. Pra po bën namin ky lloj raporti, kjo lloj kimie kaq shumë cute, kaq shumë friendly, kaq shumë miqësore, edhe pse Labi ishte ai që e hodhi brenda shtëpisë që në publik ata mund të shikojnë si një lloj çifti, por kjo gjë nuk e ka penguar as pak Londrimi që është një nga vullkanet asaj shtëpie, me humor, me batuta, me energji pozitive, me ngacmime, me debate, e një esencin të mos e teproj, por mos e shumti është bërë viral me komentet e tij, por edhe me, le të themi, me gestikulacionet duke kënduar këngën e Benitës, por edhe këngën e Shyret e Belulit në anglisht. Pra ka një lloj energjie pozitive Londrimi që e ka të njëjtë edhe Klodi, prandaj dhe të dy janë pafundësisht viral në rrjetet sociale me video ku shikohen duke dhuruar përqafime, duke qëndruar bashkë me njëri tjetrin, duke mos u ndjer, le të themi, të kontraktuar nga ndonjë lloj parajgjykimi siç rëndom është për persona apo për djemt që shfaqen në këtë lloj formati si Big Brother, ku po herë të parë po jep ndoshta një lloj kontributi duke përzgjedhur produksioni personazhe që nuk e kanë atë, le të themi, pengesën dhe nuk e kanë atë sikletin për të treguar vetja, për të sjellë një tjetër vibe ku zakonisht e shikojmë midis vajzave që janë shoqe, që rrin bashkë, ndajnë shtratin bashkë, përqafojnë, që kanë një lloj raporti shumë të mirë miqësor, edhe tek djemtë e kemi parë pothuajse as pak nëpër Big Brother. Mund të përmend këtu, le të themi, një lloj lidhje që kishte Iliri me Sabianin në Big Brother 1 në Shqipëri, por dy djemt të ri që kanë tjetër qasje, që kanë tjetër vibe, po pëlqen masivisht si Çeceka dhe
po pëlqen masivisht, siç e përmenda, dhe ka një lloj, le të themi, pranueshmërie edhe nga audiencë dhe nga publiku, duke i komentuar sa të mirë që janë, sa energji të mirë pozitive që sjellin, sa shumë harmoni, sa shumë, le të themi, një lloj paqeje në ato ujërat që trazojnë në shtëpi, me veprimet që bëjnë, me shakat, me provokimet, me ngacmimet, me ato thumbat e lezetshëm. Pra, një edicion si Big Brother, ku zakonisht pargjykimi, thyrjeve tabuve është shumë e vrazhd, është shumë e ashpër që të shkosh tek një audiencë, tani më është vetë audienca që po e krijon këtë lloj romantizimi në thonjza, duke ju kërkuar djemve për së largu që ta vazhdojnë këtë lloj kimie që kanë dhe të qëndrojnë me njëri tjetrin me këtë lloj loje që por këtë herë është publiku ai që po e kërkon këtë lloj romantizimi, pra këtë lloj shoqërie, vibe të mirë që ka lëndrimi dhe Klodi, e sigurisht kjo përkthehet në atë çka po shikohet tani më së shumti, në atë çka po bëhet tani më shumë virale dhe në atë çka publiku kërkon dhe dëshiron nga ana tjetër që të ketë më shumë interes për të parë, për të komentuar dhe për të marrë atë energjinë pozitive. Pra deri më tani energjinë pozitive të gjithë atë vibe-in e mirë po e marrin nga kjo kimia që nuk është shumë e parë në ekranet tona, nuk është shumë, le të themi, e planuar nëse do të ndodhte ndoshta me burra në moshë më të madhe se Londrimi dhe Klodi që janë dy të rinj, Klodi që vjen nga Italia që ka atë vibe-in, atë stilin italian të aktorëve që i kemi parë mos së shumti në Itali, pra ka dhe një tjetër lloj mentaliteti, edhe pse Londrimi është rritur në Kosovë dhe ai nuk i ka, le të themi, shumë përbas parajgjukimet, e kemi parë dhe në videoklipet që ka bërë, ku është shumë i guximshëm në veshjen e tij, në atë çka i prezanton tek audienca, duke ditur që do të thumboj, duke ditur që do të parajgjikohet edhe përkundrejt, le të themi, parajgjikimi që kishte në videoklipin e fundit ku shfaq me xhingla mingla, me hekura, me gjëra në trup, këtë herë në Big Brother po pëlqehet edhe po konsiderohet si një nga lojtarët më potencial që po i sjell shtëpisë një vibe të mirë, siç e përmenda, me ngacmimet, me ato provokimet, me energjinë, me shpirtin harmonik që ka dhe në një shtëpi nuk është aq e lehtë që të kesh një lloj vibe të mirë ku e din presionin që bëhet në ato lojë për të kapur prime, për të kapur debatet, për të treguar veten se sa lojtar i zgjuar që je, për duke marrë parasysh edhe duke vrarë mendjen tënde se si shikohesh edhe nga jashtë, me sa duket Londrimi dhe Klodi fjalën që Labi e tha, e futën nga ky vesh dhe nxorën nga tjetri dhe nuk e kanë ndalur kimin që kanë dhe raportin e tyre. Pa dashur të paragjykoj apo të futem në ndjesitë e tyre, ata nuk kanë treguar për orientimet e tyre dhe publiku nuk është fokusuar për ta drejtuar, le të themi, komentet e tyre në këtë aspekt, por e kanë përqafuar këtë fenomenin e ri që po ndodh për herë të parë në Big Brother Kosova VIP 4 dhe ndoshta është një sinjal i mirë për të mos paragjykuar djem të rinj që kanë energjinë e mirë, vibe-in e njëjtë për të qenë pranë njëri tjetrit, edhe pse mund të ketë një lloj pikpyetje nëse do të ketë një lloj orientimi të tyre seksual, por kjo mbetet në dëshirën e tyre dhe në atë çka përshfaqson për të treguar, apo jo, por Klodi ka treguar që ka qenë në një lidhje, Londrimi nuk ka treguar shumë për jetën e tij, por duke qenë që jemi vetëm në 10 ditët e para të Big Brotherit, sigurisht që dinamikat e tjera do të shtohen nëse kjo temë do të trajtohet, besoj, në prajmin e së premtes për të marrë dhe opinionet e tyre, por edhe për të parë se si do të komentohet nga publiku, se çfarë mesazhi do të japin opinionistët dhe nëse kjo marrëdhënie do të vijojë të jetë gjatë në një shtëpi ku lojrat dhe, le të themi, çmimi i madh konkurrues për të qenë ti protagonist, për të qenë ti dominues, mund ta ndryshojë apo do të vijojë dhe paçka të gjithë sfidave dhe qëllimit për të fituar dhe për të qenë lojtar i mirë dhe kryesor në ato lojë, do ta shikojmë nëse ky raport do të vijojë i njëjtë apo do të ketë dhe ato pengesat e tyre. Do doja të dija dhe mendimin tuaj për këtë fenomen të ri që po ndodh, që është publiku ai që po i romantizon, edhe pse duke parë të gjithë ato përqafimet apo prekjet, shikimet e tyre që janë bërë virale kudo, ato editimet që janë të pafundme në rrjetet sociale dhe që japin këtë ngjyresën që unë e komentova, por edhe më kryesorja mos harroni t'i bëni subscribe kanalit ton Koha Jon në YouTube.